Një destinacion mjaft interesant tek i cili mund të shkoni është Kalaja e Prezës. Ndodhet në segmentin rrugor mes aeroportit të Rinasit dhe Durrësit. E gjeni lehtë pasi dhe tabelat ju orientojnë drejt saj. Me bindje do thonim se është vendi ideal për të shkuar në këtë sinë. Fluksi vizitorëve për momentin është i ulët dhe aromat e kundërmimit të luleve këtu të dehin totalisht, pa llogaritur peizazhi mahnitës për të cilit nuk shkulesh dot. Kalaja e Prezës është ndërtuar mbi një shkëmb i cili zgjatet duke ulur në drejtim të jugut. Ana juglindore e kalas është e mbrojtur nga vetë terreni, kurse ana perëndimore përbën një territor të sheshtë, prandaj dhe fortifikimi është përqendruar pikërisht në këtë pjesë. Kalaja ka planimetri 4 këndore me brinj 80 dhe 50 metra. Ajo përforcohet në përqoshe me 4 kulla që kanë planimetri rrethore. Në murin perëndimor të përforcuar, më tepër sistemin fortifikues të kalas, pasi kjo pjesë është më ekspozuar dhe më pak e mbrojtur ndaj sulmeve, si dhe ka një largësi të konsiderueshme midis kullave. Është ndërtuar një kull 4 këndshe e dal nga muri. Në faqen jugore është ndërtuar një kull tjetër 4 këndshe për të mbrojtur hyrjen e vetme të kalas. Kjo kull përforcohet dhe nga obori që ndodhet në përbërje të saj. Në Kala kemi 4 faza të ndryshme ndërtimi. Periudha e parë lidhet me fortifikimin e kalas, e dyta lidhet me rindërtimin e mureve rrethuese, e treta ka të bëjë me ndërtimet që janë bërë brenda mureve rrethuese, kurse faza e katërt lidhet me ndërtimin e një kulle sahati që nuk ka të bëjë me sistemin fortifikues, por i përket një periudhe të mëvonshme. Periudhës së parë i përkasin vetëm muret rrethuese, të cilat ruhen në lartësi të ndryshme. Për maset e vogla të saj, si dhe qëndrueshmëria jo shumë e madhe e mureve rrethuese, e klasifikojnë këtë kala si një objekt që ka shërbyer për vëzhgimin e rrugëve të rëndësishme ekonomike dhe ushtarake, që kalonin poshtë saj, në përfushën e Tiranës. Ndihmesën e parë, për sa i përket datimit të saj, na jep Marin Barleti. Në pjesën ku bën fjalë për ardhjen e ushtrisë turke dhe rrethimin e Krujës, ai përmend fushën e Tiranës, që vendos midis qytetit të Krujës dhe qytetës së Parthinëve. Më poshtë ai thot se kjo qytet quhej me emrin Prezë dhe ishte kthyer në një gërmadh. Ky përcaktim i fushës së Tiranës i bërë nga Marin Barleti, duke se është mjaft i saktë dhe nuk lë vend për dyshime. Preza përmendet sërish më vonë në një relacion anonim të vitit 1570. Ky relacion bën fjalë për rindërtimin që ishte bërë kalas nga turqit. Problemi i datimit të kalas ka qenë mjaft i vështirë, po përmendja e saj në një gjendje të mjerueshme nga Barleti tregon se ajo duhet të jetë ndërtuar pa rrethimeve të Krujës nga turqit. Kjo e klasifikon informacionin e relacionit anonim të vitit 1570 si jo të saktë. Pra, siç e përmendëm më sipër, ajo në vitin 1466, sipas Barletit, ishte kthyer në një gërmadh. Që të arrinte këtë gjendje të shkatërimit, ajo duhet të jetë braktisur shumë kohë më parë, pra që në fillim të luftrave të Skënderbeut. Arsye e braktisjes së saj mund të ketë qenë pa aftësia për t'i rezistuar luftimeve dhe rrethimeve të gjata. Si kohë e mundshme e ndërtimit të Prezës mund të ketë qenë fillimi i shekullit të 15 nga Principata e Topijasve, e cila ishte zotëruese e kësaj zone. Albanologu dhe eksploratori Hang, kur kaloi në këtë zonë, e përshkroi. Vetë kështjella ndodhet në majën më të lartë të vargut kodrinor, që shtrihet ndërmjet këtyre dy luginave. Pjesa e këtij vargu kodrinor, që takohet fillimisht në këtë maj, quhet Varosh dhe thuhet se këtu të ketë qenë vendosur qyteti në kohët e lashta.
Sipas autorit Papajani, kjo kala është braktisur në kohën e Gjon Kastriotit dhe më vonë nuk u rindërtua më. Pas pushtimit të krujës nga Osmanët, aty u bën disa rindërtime si dhe u ndërtua një objekt kulti. E nëse dham informacione të vyera historike, mos harroni edhe një fakt tjetër shumë të rëndësishëm. Këtu gatimet janë tradicionale dhe me një shije të jashtëzakonshme. Më kryesorja, çmimet janë tepër të ulta krahasuar me restorantet që hapen në vende të tilla turistike. Vizitojeni se nuk do të zgënjeheni.